interpretuar ka marrë duar trokitje, por këtë herë është ndryshe. Violinisja shqiptare Mirela Liço rikthehet aty ku mësoi bazat e muzikës klasike. Vjen në Teatrin e Operës dhe Baletit pas 25 vjetësh shfaqen në mbar botën. Për mua të kthehem këtu është ndoshta një nga ëndrat që kam pasur kur kam qenë e vogël. Programi është interesant, delikat, të gjithë simfonitë e Mozartit janë kryevepër, po pikërisht kjo mua më pëlqen jashtëzakonisht dhe për mua Mendelssohn është një nga koncertet më të bukur që është shkruar në repertorin violinistik botror. Artistja do të përcjellë në skenën e Teatrit të Operës dhe Baletit simfoni nga Mozarti dhe Mendelssohni. Orkestra simfonike që do të shoqërojë Liçon vjen në drejtimin e dirigjentit italian Giancarlo De Lorenzo, i cili është ftuar pikërisht për këtë mbrëmje. Mirela Liço dhe pse ka punuar me orkestra simfonike në Itali, Norvegji, Zvicër e së fundmi dhe në Barcelonë. Rrëfem por Vision Plus e ndihet e kënaqur me seriozitetin dhe bashkëpunimin që artistët e orkestrës simfonike të Teatrit të Operës dhe Baletit po reflektojnë. Janë disa lloj luajtjesh në orkestër që ti e ndjen se çfarë lloj prerardhje ka orkestra. Unë jam shumë e kënaqur me fjalë me këtë provë që bëra me fjalë sa mbarova provën e parë dhe jam goxha e kënaqur. Koncerti merr jetë mbrëmjen e së hënës në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit dhe me mbështetjen e platformës String.